A e kam unë një shok më ka lishu mesazh është privat, një ëndësh, kjo ndoshta ka lidhje po më ka lidhje edhe me gjin, po nëse kish pas mundësi me ta lexu, me ta citur, do sikur kam më ka lishu, tam një koment. Do të kështu. Do të fjalët e atij shokit, po i citoj komplet origjinal sikur ka shkruar. Pas një ëndësh, edhe unë me shumë djem të rritët ishim në xhenet. Mirë po xheneti ishte në një xhami, kur hike dikush, mëjna në xhami, do të kur ka hin dikush, këtij djali dy ka duk ftyrë mesh, nëse ato shokët e tjerë kanë thonë shumë ftyrën e keqe e paska. Do të njerëzit që kanë një, mbasi këto kanë një mbëjnë, do thotë hajsh me të çokoladë, do thotë një kosisht të ndul mas në xhumi, ku ka do xhumi do t'i pun pas dur të lidh namaz. Çfarë çokolada ishin? Vetëm çokoladë, po më hajsh me të çokoladë ato atje. Edhe të ndul xhumi, ku ndul xhumi do t'i kisha vjet namaz. Zotë, po e citoj fjalët e atij vllavit që më ka lishuar. Ëndra është shumë e përzim, më thonë edhe me mujtë edhe më dhonë koment është shumë zorë është këta ëndra. Se më varet në çfarë pjesë domethënë natës e ka po. Se është rregull, nëse e shet diku para sabahit, atëherë ëndrat janë domethënë janë të pastër, domethënë janë për Allahut subhanahu wa taala. Për atë nëse e ka po diku para sabahit, Allah alem, ka mundësi më kono atë. Ama kjo ëndra po duket shumë e përzime. Edhe ka mundësi më kono edhe në ndikim, ka mundësi më kono për shejtanit. Se dhe sahabët kanë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë pa ëndra, lloj-llojshme kanë pa. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka këshilluar, nëse është ëndra e keqe, nëse e ndin vetin keq, se varet se ky person se e ka ndin vetin gjatë ëndrës, e ka ndin vetin keq, asi apo ka ngarkesë apo trishtim apo diçka tjetër. Zakonisht ëndrat e mira janë vetëm për Allahu subhanahu wa taala. Ka mundësi më kono kjo, bre me laçës, ama unë nuk di me komentu domethënë shumë ëndrat, mirë po, nëse janë ëndrat për shembull me xharp në me çan ose përzime këto, kjo tregon se është mirë po xhamia domethënë në ëndër është punë e mirë. Punë e mirë. Edhe njëri me paramendu vetin se është në xhenet, është e ka lidhshmëri se ai personi i cili shkon në xhami domethënë në xhenet. Dhe kjo ka mundësi më kono, domethënë shpjegimi i kësaj. Allahu alem, nuk e di. Unë tash mos vjen pse me vet. Unë pash një ëndër si fryk para. Jo, sa temën e ëndër, më bën hallall. Po, vetë ka vetë statë. Jo më komentu po thallë si rast. Isha të fotografu të sheshit, domethënë. Isha momentisht vetë amatere, domethënë. Të sheshit shumë. Edhe të fotografu dash për momentin, domethënë, tu kush nuk ka veç unë marr aparat, domethënë, edhe vazhdoj. Më dolin 3 persona në ëndër. Ato 3 persona nuk i njoh. Edhe më sulmojnë, a njoni me një hekër, bëvan të qëtoj të shpatla, ma në pje, për bëvan të kërgjatë, edhe më banë sikur më ngritë kështu, ma edhe më dhemë, unë në moment kur së qona, e shok krajnë, e ka kështu. Edhe kër e shok përnë me shumë, veç e vaj, u dhu bilemë në shkanë rajim, edhe automatikisht më thonë shkjodhët krajnë. Masë dhe ëndrës, kur qëllin si dhe thonë, edhe shoj, di se e kam shumë pashunet, edhe veç e vaj u dhu bilemë në shkanë rajim, edhe disha dhe më thonë që edhe veç e testova as pak, edhe momentin, edhe isha i këfjall, edhe veç u mradë, më thonë, pjesë e krajt. Thash unë nuk jam ekspert, domethënë, për shpjegimin e ëndrave, po ëndrat në përgjithësi, domethënë, nëse janë trishtueshme ëndrat, edhe shqetëson ëndrat, dije se, domethënë, ka mundësi, unë kam cek, domethënë, disa prej scenave domethënë që mundesh me pa për shembull çan gjatë ose bjen pi vend të lartë ose je gjendesh në një vend pa një orë se gjendesh në Varreza këtu në radhë, kjo tregon se është ka të bëjë domethënë me punën e gjinëve domethënë ose sehrit. Mirë po, përgjithësi ëndrat duhet të specializohu për këto me folë se. Kur në të ëndrat për shembull, sidomos për jo komentim të ëndrat. Isha në musë në bëjba. Do më thonë, sidomos të trisë, se në më hanë kërkush kjo ndodhë, nuk ndodhë, si cëllëve. Do më thonë, nëse shë ëndër, duke bo marrëdhënie me një femër. A do të thotë kjo që je të bo marrëdhënie me ndonjë gjin femër? Jo s'fej, nëse gjini deporton, në varet është e shet personin së herë. Atë njëtin person që ka bën marrëdhënie, e shes sa herë në ëndër. Njëtin person. Jo, një herë. Ja.
Se ka në hadith e lihtilamu min ash-shaytan. Me thonë, mardhanja, me thonë, ose derdja, me thonë, është prej shejtanit është. është prej shejtanit është. Mirë po, nëse ti në ndër e sheh një femën njëjtë, me thonë, në 2-3 natë, për shembull e sheh njëjtin figurë, me thonë, njëjtin femën e sheh, bën mardhanje me to, kjo tregon se është gjini dashurum. Edhe kjo do të më lexoj kjo. Kjo, nëse është në këtë mënyrë, sikur që tregova. Nëse nuk është, e sheh për shembull 2-3 vjet në jarë, sheh për shembull në kësaj rasti, kjo s'do më thonë, kjo është për shejtanit. Ne pyetje ta lidhim pak me këtë, do thonë ka dikush që mund ka ndodhur, që vetë trive do thonë që do thonë padyshim që nëse stakfurullah do zban ai djalin në aspekt me bo masturbim, që zgjojnë do thonë tema ndryshme që vetë pyetje që nuk shtenderume. Po do thonë, mas të çosh për gjumit ti nuk e po as odra s'u që do thonë është do thonë që ke Ja, kjo nuk është. Edhe ajo do të thonë, ti aso do të ças kurrë, po më faktikisht do të thonë, kjo mos është pranë se Allah të muliru në aspekt dinjat e djalit në aspekt normal, që është beqarit, s'është i martuar. Këtë pyetje për shembull është më shumë për mjek se sa për hoxh. Se kjo ka mundësi për shembull ndonjë njeriu kur është në momentin për shembull pubertetit. Ka hyrë më shumë. Kjo ka mundësi për shembull, kjo është një prej alameteve tregon se ka hyrë për shembull në bylyk. Ama nëse i ndodh, ka raste për shembull persona që nuk i kujtohet për shembull ëndra kur çohet. Ka sheh për shembull kur është ngrej. Nuk ka ku më ditë, thash unë ihtilamu min ash-shaytan, çka në hadith, më thon derdhja për shembull ose dalja e spermës, më thon është prej shejtanit. Edhe në këtë rast çosh lash edhe kur gjë tjetër. Edhe Allahu billahi min ash-shaytan, libë mbrojt Allahu subhanahu wa taala. Kjo është domethënë.